Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Mirë se vjen o muaj i mëshirës, o muaj i paqes, o muaj i faljes. Ramazani është veçuar nga Zoti si një nga muajt më të begat, një nga muajt më të mirë dhe të jashtëzakonshëm, një nga muajt ku çdo lot pendimi pranohet, një nga muajt ku çdo vepër e mirë shpërblet tek Zoti, një nga muajt ku çdo besimtar ndriçohet në zemrën e tij. Është muaj ku çan errësirën, është muaj ku çdo pendim është i pranueshëm dhe i pëlqyeshëm tek Zoti, është muaj i cili zbriti Kurani dhe nisi përhapja e fesë islame. Është një nga muajt që jo vetëm uria është parsore, por bërja e veprave të mira. Është muaj i cili dedikohet atyre cilët janë në pamundësi ekonomike, morale, por dhe shëndetësore. Është një përkujtim që vjen për besimtarët në çdo vit dhe këtë vit Ramazani na gjen edhe më të gëzuar. Ndalesën e parë padyshim që e kemi në shtëpinë e Zotit, në xhamin e namazgjas, si çdo xhami tjetër që është shtëpi e Zotit, aty ku gjithë besimtarët falen, predikojnë dhe luten për të pasur mëshirë, begati dhe të mirat e tyre, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, por dhe gjatë gjithë kohës. Jemi me muftiun e Tiranës, Zoti Ngazmen Teqja, një herazi dhe imam i xhamisë së namazgjas. Hoxh, faleminderit që na pritet për të ndarë bashkë një bisedë të këndshme sa i përket muajit të Ramazanit. Në emrin e Zotit, faleminderit juve për intervistën dhe për tematikën e bukur. Nga 12 muaj që ka viti, e them me bindje të plot, jo vetëm unë, po çdo besimtar që Ramazani është muaj më i veçantë i vitit. Dhe besimtarët me zje presin Ramazanin, sepse Ramazani me mundësitë që jep, me mirësinë që ka, me brendinë e tij, me përjetimet që ka, ai kthehet në një jetë për çdo besimtar. Pra, neve mundohemi në Ramazan të japim më të mirën tonën dhe mundohemi maksimalisht të rregullojmë marrëdhëniet me Zotin, të rregullojmë marrëdhëniet me njerëzit, me krijesat dhe atë që arrim prej mirësive të Ramazanit mundohemi pastaj që ta implementojmë në jetë. Madje një nga shenjat e pranimit të Ramazanit, me themi, është që sa reflekton përjetimi i Ramazanit në vazhdim, domethënë jetën në vazhdim të jetës. Si del nga Ramazani? Si del nga Ramazani. Mirësitë dhe vlerat e Ramazani i mori për shkak të shpalljeve hyjnore. Jo vetëm Kurani, por edhe shpalljet e tjera të mëparshme, të feve, domethënë të librave Ungjilli ose Teurati. Siç transmetohen tekstet fetare, thuhet që kanë zbritur pikërisht në të njëjtin muaj, muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit, muaji në cilin zbriti Kurani, udhëzim për gjithë njerëzit, pra manuali me cilin njerëzit jetojnë. Çdo besimtar e orienton jetën e tij me Kur'anin, me fjalën e Zotit. Aty janë porositë, aty janë mirësia, aty janë kërkesat, aty janë sugjerimet, aty janë detyrimet, aty janë disiplinat. E lexon Kur'anin një person i cili po themi mund të jetë adoleshent. Dhe ai gjen veten e tij aty. Kënaqet. Thotë, e pas sa zbrit Zoti për mua, thotë. Atë e lexon një që është i vjetër, i kaluar moshë, dhe gjen veten, thotë, o Zot, thotë, që ka për mua. Pra, është i mrekullueshëm vetvete, nuk do gjesh libër tjetër që 1400 ca vjet mos ketë asnjë kundërthënie me brendinë e tij. Falja në Ramazan është më e madhe se kudoherë. Çdo natë dhe çdo ditë Ramazanit ka njerëz që i fal Zotit. Me përjetimet e Ramazanit, ato iftaret, ato lutjet e iftarit, ato faljet e natës ose faljet e teravis, këshillat që jepen në Ramazan, edhe agjërimi që bëhet me përkushtime dhe me zemër nga besimtari, për hatër të Zotit të madhëruar, domethënë veç kur merr mesazhe të tilla Hoxh, unë
për hatër të Zotit këtë gjë e cila më ka dëmtuar shumë gjithë jetën e kam lënë. Është kjo arsyeja që është vendosur si kusht si një nga 5 shtyllat e Islamit, pra pse është bërë obligim për besimtarët pikërisht agjërim. Sa më shumë të kërkohet diçka, aq më e nevojshme është për njeriu, pra që bën ekuilibrin edhe balancat në jetën e njeriu. Duke u nisur nga parimi që Zoti i gjithësisë është Zoti i gjithësisë, sikur edhe të gjithë krijesat janë si njeriu më i devotshëm. Dhe t'i luten Zotit si zemra më e devotshme që ka pa ndonjëherë sipërfaqja tokës. Kjo nuk e rrit pushtetin atij as pak. Po sikur edhe të gjithë njerëzimit të jenë si zemra, po themi Zoti na rrit më e keqe që ka pa ndonjëherë historia e njerëzimit. Dhe të jenë refuzues, të jenë mohues ndaj Zotit, kjo nuk e ul as pak pushtetin. Ai është i panevojshëm. Nuk ka nevojë i madh i Zot për askëm. Ne jemi ato që kemi nevojë për Zotin ton. Dhe nisur nga kjo, pse duhet kërkoj Zoti për shkakun që robi im kjo kërkohet prej teje. Me rregullu jetën, a themi manual hyjnor, që orienton më së miri jetën e njerëzit. Kjo asgjë tjetër, ekuilibrat në jetë. Shumë vetë, domethënë kjo puna e besimit i duket si që jashtë trendi ose jashtë kohë për Zotin. Po bëhet trend tash. Dhe përveç asaj, domethënë desha të jap edhe një mesazh, domethënë nëse dikush bën sikur është i ndriçuar, domethënë edhe sikur është më i zgjuar i dynjas që ka kuptuar gjithçka, ato 10.000 vetë për shembull, të rinjë dhe të reja që falen këtu netët e Ramazanit, nuk janë njerëz që skuptojnë, nuk janë njerëz që ato janë njerëz që në fushat e tyre mund të jenë shumë të suksesshëm. Janë njerëz që shpërndajnë pozitivitet. Pra nuk është e thënë që dikush që nuk ka marrëdhënie të mira me besimin edhe anat e monë ose sulmon tjera, Zoti na ruaj, edhe vetëm akuzon, pa lidhje domethënë, pa lidhje, e pas ka kuptuar dhe neve të tjerë nuk kuptojmë asgjë. Kështu që secili unë lut Zotin inshallah t'ia mundsoj Allahu të gjithëve ta provojnë edhe Ramazanin, ta provojnë edhe çështjen e besimit, edhe ta marrin me sinqeritet. Njeriu ka nevojë për ushqim çdo ditë, nëse ne nuk ham, normal që jemi destinuar që të fikemi si njerëz. Apo s'është? E vërtet. Po pra, por edhe shpirti ka nevojë për ushqimin e vet. E ky shpirt, nëse nuk ushqehet, siç ushqejmë edhe trupin, ne nuk kujdesemi ta ruajmë dhe ta kultivojmë domethënë të mirën në shpirt edhe në zemër, ashtu siç zgjedhim edhe prej ushqimeve ne zgjedhim për trupin ton, ato që janë dëmshme i seleksionojmë edhe i largojmë, edhe ato që janë të mira i zgjedhim për veten ton edhe ja ofrojmë, si më thon veteve tona, edhe shpirti kështu është. Ku ta gjesh edhe ku ka më mirë njerëz me shpirt, njerëz që respektojnë të moshuarin, njerëz që kanë mëshirë më të vogël, njerëz që ashtu ç'a nuk shohim për ditë për Zotin, për një fjalë goje shkatrojnë jetët e njerëzve ose për një pse më pse të pash, domethënë gjitha këto nuk duhet të jenë të besimtari. Edhe unë them që ai që beson Zotin edhe që edukohet me edukimin e besimit, në përgjithësi domethënë, ai nuk bëhet me buton, shpejt e shpejt. Me një rast hajde, u fali herë dhe marrë kjo punë, ajo vjen gradualisht. Këto janë edhe këshillat tona që japim. Lut Zotin që gjithë të rinjët e të reja që vinë me përpushtim. Është mirësi që e orientojnë zemrën ke Zoti. Edhe jam besim plot edhe shumë i sigurt se kjo gjë ndikon në jetën e tyre për mirë. S'pohet fjalë. Është falenderoj. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju, me gjithë besimtarët, edhe qoftë një agjërim i mbar, i pranuar dhe me plot mirësi. Zoti ju shpërbleft edhe ju dhe faleminderit shumë. Faleminderit. Të qëndrosh 10 apo dhe 12 orë pa ushqim mund të duket gjëja më e vështirë, por për besimtarët janë momentet më të bukura. Mbyllja e syfyrit dhe çelja e iftarit. Gjatë ditës agjërohet, gjatë natës falet, predikohet, adhurohet Zoti me shpresën se muaji Ramazanit do t'u japë shpërblime dhe begati të pafundme. Është njerëzore mbi të gjitha që njeriu herë ka nevojë të reflektojë për veten e vet. Pra, si thuash, ky konsum i vazhdueshëm, kjo shpejtësia e jetës, kjo lëvizjet e shumta që ka njeriu në jetë, vin disa momente që njeriu ka nevojë mbi të gjitha të ndalojë një herë çfarë po bëhet, si thon, ku po shkon njeriu. Kam përshtypjen që agjërimi e ka këtë cilësi, domethënë, ke parasysh është një përvojë personale, marrëdhënia jote me veten tënde, por për hatër të Zotit. Dhe kjo i ofron njeriu të kësaj kohe që i ofron një hapësirë tjetër, pra një kulturë tjetër, një mënyrë tjetër të ndaluarit, por jo thjesht ndalim rasor. Ka heqjen dorë nga disa gjëra për ta bërë njeriu më të guximshëm për veten, pra un kam fuqi, pra rezistoj. Un jam më i fortë, pra mundem të bëj diçka. E dyta, vendosëm pa anën shpirtërore të njeriu, vendos pa anën e brendshme të njeriu.
Sepse në fundit kjo është rruga më thelbësore që bën njeriu në jetë, dhe për shpirtin e vet, për zemrën e vet. Agjërimi është, nuk e di, po unë për mua është gjëja më e bukur që përjetojmë familja. Është atmosferë dhe këtë rol e luan gruaja pra të krijuar këtë atmosferë në familje. Qoftë në momentin kur është duke gatuar, leximi apo dëgjimi i Kuranit gjatë kohës në familje, mënyra se si ftohemi dhe shtrohet tavolina pastaj për të marrë pjesë gjithë familjarët, është një lloj angazhimi shumë i bukur dhe krijohet një atmosferë vetëm kur e provon, e ndjen dhe e shikon. Ajo shija që e shoqëron muajin e Ramazanit në këtë lloj tryeze në familje dhe jashtë saj është për të pasur lakmi për të qenë prezent aty. Dhe shpesh herë na ndodh me njerëz që nuk janë praktikant ose mund të jenë të besimeve të tjera që kanë dëshirë të jenë pjesë e tryezave tona. Nuk mundet të kemi një agjërim të izoluar brenda vetëm familje, sepse nuk është i plot. Siç nuk mund të kemi një agjërim vetëm të fizikisht, pra mos të ham dhe mos të bëjmë rutinën që bëjmë për herë. Pra duhet të kemi edhe me shpirt dhe me zemër, duke menduar jo vetëm për vete, po edhe për tjerët, sepse një nga sofrat e iftarit është solidariteti. Të menduarit për tjetrit, çfarë vepre të mirë do bëjmë. Kjo është ana shpirtërore që ne duhet të rritemi dhe agjërimi e jep ky muaj e jep këtë shans secilit që të përmirësohet, të pastroj zemrën, që është këto janë që të stërthëna, por duhen rikujtuar sepse aty fillon gjithçka, te pastrimi i zemrës. Njeriu udhëhiqet nga mendimet. Mendimet e gabuara nuk janë thjesht një mendim që të erdhi. Krijojnë bindje, bindja krijon veprim, veprimi krijon lëvizje. Prandaj mjafton që njeriu të pastrojë mendimet një herë. Pra të mendoj mirë. Po filloj të mendoj mirë, të jetë realist, jo imagjinar, por realist. Atëherë mendimet e mira sjellin emocione duhura. Po filloj të mendoj keq për çdo gjë. Dashje pa dashje ato lënë gjurmë, kupto. Prandaj Ramazani vjen dhe për këtë thelb, që njeriu të krijojë pikë pari mendimin e mirë. Dhe jam i bindur, po kontrollove mendimet, do kontrollosh edhe njerëzit që sillen rreth teje me mendimet e tyre. Për shembull dikush ta thotë gjë, po është e rëndësishme sa e pranon ti. Një ngjarje ndodh, po është e rëndësishme këndin që e shikon ti, pra nga ku i ke kthyer syt, si thuash. Mundet, nuk po them mos jesh realist. Po në atë realitet mundohesh gjesh më të mirën e mundur dhe të fokusohesh ke zgjidhja e saj. Pavarësisht si janë problemet e jetës, ti kapesh ke zgjidhja. Mjafton që në Ramazan për shembull, shtyhesh për të bërë më shumë mirë, po nuk është pak kjo. Mundohesh me fol më pak fjalë jo duhura, po s'është pak kjo. Mundohesh të heqësh një vesë, po nuk është pak kjo. Mundohesh të rrish me njerëz mirë, po nuk është pak kjo. Mundohesh të jesh ka ajo që thot Ramazani, se Ramazani çfarë do thotë agjërim? Vetë përmbahesh. Mjafton vetë përmbahesh nga gjërat. Edhe kur për shembull profeti Muhammed thotë, kur dikush ju thotë një gjë jo të mirë, thuaj të lutem jam agjërueshëm. Nuk mundem. Pra ti fuqi. Pra kontrollon veten. Një besimtar që agjeron tregon për kushtim ndaj besimit dhe fesë së tij, kështu që krijon një qëllim në jetë, edhe normalisht ti duke krijuar qëllime në jetë, ti rrit vetbesimin tënd, rrit frymëzimin tënd, fillon edhe ndërgjegjësohesh, si thua, edhe duke e pasur atë qëllimin, fokusin drejt këtij qëllimi, ti si thua, në thonjza i eliminon këto ndërhyrjet e jashtme që mund na shkaktojnë stres. Sepse gjatë muajit Ramazanit dihet që roli kryesor i një besimtari është agjërimi. Pjesët e tjera, qoftë puna, qoftë gjërat që mund të kenë ndërveprime, janë në rol dytësor. Domthonë, duke qenë që qëllimi i bazë është agjërimi, ti fokusohesh aty. Dhe duke qenë se kur e ke fokus, ne zakonisht edhe në psikoterapi këtë bëjmë, për të hequr atë ndjesinë e stresit apo traumat që kemi gjithashtu, krijojmë një fokus tjetër. Dhe gjatë muajit Ramazanit ky fokus është te agjërimi dhe prandaj krijohet edhe kjo paqja apo mirëqenia shpirtërore, mirëqenia mendore, sepse njeriu ka atë qëllimin në vetvete dhe duke qenë se ka atë qëllimin, përpiqet të jetë sa më rigoroz në atë qëllim dhe nuk ka ndërhyrje nga jashtë. Kështu që në mënyrë të tërthort ndihmon shumë në shëndetin mendor. Në parim feja është universale, pra i përfshin të gjithë. Me po njerëzit në momentet të caktuara i nderuar nuk gjejnë dot fuqi që dalin nga situata ku janë. Dhe Zoti bëhet motivi më i madh. Shiko,
Si tha një dietar I urtë, tha, të gjithë njerëzit presin nga bosh, vetëm Zoti pret pendohesh. Vetëm ai pret. Dhe njeriu e ka këtë koshiencë për të brendshmi që ai e pret dikush. Njerëzit e dobët, të pafuqishëm, jo se janë të fuqishëm dhe të pafuqishëm thjesht për veten e tyre, po thjesht nuk kanë gjetur guximin që të marrin një iniciativë për dalë nga aty ku janë, Zoti bëhet vetëm një shpresë hyjnore, super fuqi, I plot fuqishëm. Kështu është koshiencën e njeriu. Dhe ai niset nga ky motiv. Edhe të pasurit kanë nevojë shumë për Zotin. Po sepse ai mendon që çdo gjë e ka në dorë. Ka disa momente në jetë që kupton që nuk të vlen. Nuk vlen. Ka gjëra që s'blen dot me para nderuar, nuk mund t'i blesh. Nuk I zgjidh dot me miq, nuk I zgjidh dot me fuqi, nuk mundesh. Se Zotit nuk I duhet asgjë nga ajo që bëjmë neve. Ai qëllimi I Zotit është për të na bërë njerëz sa më të mirë në shërbim vetvetes së shoqërisë. Dhe sikur ta mendonim kështu, shumë do të ulej shumë ajo egoja personale që unë se bëj dot ose ç'pun kam unë, por do ta provonte. Dhe I bëj ftesë që ta provojnë sepse vetëm mirësi do t'i sjellë asgjë. Nuk asgjë negative përveç se mirë t'i bindesh Zotit. Shikoj pozitive që edhe në hapa drejt agjerimit. Pastaj ata duke e provuar do ta pastrojnë vetë atë qëllimin dhe dëshirën për të vazhduar. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, unë e pëlqej shumë që shtohen të rinj duke agjeruar, qoftë një ditë apo qoftë vetëm natën e kadrit apo disa ditë. Dikush mund vi vetëm për të dobësuar, s'ka gjë. Rrugës do ta kuptoj sepse vlera që ka menduar fillimisht është shumë e ulët përpara asaj që do përjetoj në Ramazan. Dhe do dali Ramazani është magjik vetë. Vetëm hip hapin e parë sepse ai të përfshin dhe të jep emocione dhe të nxjerr me mendësi tjera. Ramazani quhet operacion pa bisturi sepse bën operacion pa bisturi në kuptimin e operacioneve që bëhen shpesh për ulje në peshë dhe këto bariatriket, jo çdo lloj operacioni, ja që mos të keq kuptohemi, operacion pa bisturi që shëron çdo lloj sëmundje që ka nevojë për operacion. Por quhet operacion pa bisturi për të mirën që I bën organizmit në përgjithësi dhe metabolizmin në përgjithësi dhe në veçanti sistemit të traktit tretës, sepse e pastron ato 30 ditë që ne e lëm pa ushqim të shtuar, e lëm në një sasi ditore prej disa orësh, janë mbi 12 orë, pa konsumuar asgjë, ai stomaku dhe gjithë trakti tretës bën një katharsis, si thua, një pastrim total të vetë sistemit ti. Prandaj quhet edhe si operacion pa bisturi. Prek më së shumti, sigurisht fillestarja baza është ajo e aparatit tretës, që është ezofagu, stomaku, zorët, zora e hollë, zora e trash, por këtu nuk përjashtohet edhe mëlçia. Për shembull, personat që kanë një mëlçi të dhjamosur apo kanë një mëlçi të inflamuar, është vënë re që gjatë muajit Ramazanit ky inflamacion ulet dukshëm, dhjamosja e mëlçisë ulet dukshëm, tëmthi po ashtu nuk prodhon më shumë sasi lumrash apo gurësh, nëse është një tëmth që është aktualisht me lumra, është parë që mbas një agjerimi një mujor në sajt e Ramazanit, është vënë re që janë pastruar edhe të gjithë këto lumra nga tëmthi. Kështu që nëse do perifrazoja, është një mori organesh që kanë dobi nga muaji I Ramazanit edhe nga agjerimi në vetë. Ekziston një teori, akoma teori sigurisht, se bëhet fjalë në sistemin qelizor, dhe kur janë në sistemin qelizor ne gjithmonë ecim me teori dhe me predispozita, që gjatë fazës së agjerimit rritet ajo që quhet autofagia, domethënë që trupi vetë konsumon vetveten. Dhe kur vetë konsumon vetveten trupi, dihet që në radhë të parë do sulmoj qelizat e plakura, qelizat që janë të sëmura, qelizat që janë të prishura, që nuk janë të shëndetshme, kështu që prandaj themi që bën dhe atë pastrimin, ose që të kthehemi te historia e kirurgjisë pa bisturi, është si një krefje që I bën gjithë metabolizmit dhe gjithë organizmit për pastrimin nga këto qelizat që mund të kenë tendencën të kthehen qoftë edhe kancerogjene në një të ardhme. Agjerimi është një përvojë personale për vete, për shoqërinë, por do bërë thjesht më I mirë. Më I devotshëm, më I sinqert, më punë mirë. Çdo njeri që ka dëshirë dhe ka kënaqësinë e shpirtit që të provojë një gjë unike, si të bëhet më I mirë, si të ecë përpara, le të I bashkohet kësaj atmosfere të jashtëzakonshme që sjell Ramazani.
Pjesa tjetër e njerëzve që nuk duan ta agjerojnë ose s'e kanë zgjedhur akoma, kanë përshtypjen e nderuar që çdo njeri ka metodën e vet. Dhe duhet ta lejmë të lirë njeriu. Njeriu është i lirë. Ndoshta ai njeri nuk agjeron, por ka simpati për ty që agjeron. E madhe është dhe kjo. Ndoshta ai njeri nuk agjeron, por të respekton shumë ty që agjeron. E madhe është dhe kjo. Se në thelbër respekti. Tjerat janë përvoja personale të njeriu. Sepse nuk mendoj që është më fisnike, unë agjeroj dhe të urrej ty, dhe ti që sa agjeron dhe ke simpati për mua. Nuk është e hishme kjo. Prandaj agjerimi në thelbën e vet ka të na bëj më të mirë. Shikoja vjet kur binte shi dhe falej namazin natës, shumë të ri për shkak qëndronin shi. Po luteshin, thash me vetë o Zoti i Madh, pranoa këtyre sepse është e madhe kjo, është gjë e madhe kjo. Pra ç'mund ta shtyj një djalë të ri të rinë në shi për shkakun, përveç se dëshira për të qëndruar dhe për të dëgjuar zërin e vet. Asgjë tjetër, nuk ka nevojë për kërkon ndaj. Edhe mbi gjitha të lagët. Jo, kishte dëshirë. Prandaj u kam përshtypjen që është kjo brenga që ka shpirti i njeriu dhe aty kam përshtypjen gjeni lloj qetësie të rit. Sa herë do të ketë liri i nderuar? Zoti gjithmonë do të jetë prezant. Ke vënë re që në përgjithësi në diktatura nuk zhvillohet kur feja, ose është e pamundur të zhvillohet. Sa më shumë të ketë liri një individ, aq më shumë do të kërkojë Zotin. Kam përshtypjen që brezëri janë shumë më të lirë. Janë më të çiltër, janë më të lirë dhe prandaj do të shkojnë ta shikojnë edhe përvojën e Zotit. Si është kjo përvojë? Çfarë ndodh? Normalisht po të ketë njeriu diktaturë, nuk ka shumë përvoja njëtë, ka vetëm një zgjidhje, atë që i ofron diktati. Ndërsa kur ka liri, njerëzit shkojnë drejt Zotit si një përvojë shpirtërore. Tani, përballë konsumit përditshëm, përballë shpejtësisë që na ofron koha, përballë trendit që çdo ditë më shumë është imponues. Zoti është zgjidhje, është rahati, është qetësi shpirtërore. Dhe kam përshtypjen që trive ju mungon kjo. Ju mungon një lloj shpirti, pra të shkëndijit e shpirtit. Njeriu ka nevojë për Zot. Nuk është thjesht një tezë kështu part-time, po them unë, e jetës njerëzore. Ka domosdoshmëri. Trit për shembull kanë aspirata të mëdha, kanë dëshira, kanë ëndra, kanë frikëra, kanë gjendje shpirtërore, kanë luhatje emocionale. Ke vërejti që mushën xhamia, po pse mushën xhamiat? Pikërisht sepse ka diçka që e bren për zbrendshmi. Ka diçka që e mundon në shpirt. Dhe ai vjen ta kalojë edhe këtë përvojë. Shumica ngelin në këtë përvojë sepse e shikojnë zgjidhje. Anvisa i priton më bukur, sepse po përgatit, ajo po merr dhe një shpërblim tjetër se po përgatit iftarin. Pra, ajo e din këtë dhe kënaqësia për ta bërë atë më të bukur dhe më të përjetueshme për të është më e fortë. Tradita po venitet. Kështu reflektohet edhe në Ramazan. Do me thënë, më shumë kemi tryeza dhe familjarë që shtrojnë iftare, qoftë dhe për familjen e tyre, e shtrojnë jashtë familjes se sa brenda në shtëpi. Dhe kjo është humbje një tradite, sepse preferohet që të lehtësohet anvisa për ngarkesën që ka, por i humb lezeti i të bërit në familje, iftarin është shumë më lartë se sa kur e ha në një lokal. Pa eliminuar dhe vlerën e saj, por kjo po venitet. Këtë shikoj, do me thënë që po shkohet gjithmonë më i larg familjes, larg shtëpisë. Dhe për këtë, do me thënë, mund të bëj edhe si thua një thirrje ose një këshill që t'i kthehemi në familje, me ato që kemi, me ato mundësi që kemi. Nuk është e sasia dhe të larmia, është tek bashkimi, tek ajo ndjesia se po ham iftar bashk, kemi agjëruar në emër të Zotit dhe jemi gjithë unik në atë çfarë kemi bërë, dhe tani hajde ta ndajmë së bashku në një familje tjetrit apo tjetrit. Dhe kjo është ndjesi shumë e bukur, që më mungon në fakt. Më mungon. Agjërimi qoftë fetar ose jo, është gjithmonë i mirëpritur, gjithmonë i këshilluar nga mjekësia, kështu që edhe nëse nuk je fetar, është mirë ta agjërosh, kur je fetar akoma më mirë, dhe mos e quaj si thua një detyrim fetar apo që duhet bërë patjetër, por shuaj si një shërbim që po i bën në fundit trupit tënd, pastaj pjesa që ke lidhja që ke me Zotin është pjesa jote personale. Por trupi jot, që është gjëja më kryesore e shëndetit, është shumë në dobi të agjërosh, sidomos gjatë muajit Ramazanit. Agjërim mbar për të gjithë ata që do hyjnë në Ramazan, dhe Zoti na përmirësoft të gjithë, na ruajt familjen dhe vendin nga çdo gjë e keqe. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe me njerëzit tuaj të dashur, qoftë një muaj i mbar dhe me plot begati.
një agjërim të lehtë dhe të pranuar, lutje të pranuara dhe mbështetje për njëri tjetrin. Është Ramazan, është muaj ku lutjet pranohen, është muaj ku çdo kush ndihmon njëri tjetrin dhe atë që ka për krah. Ndaj, Zoti ju shpërbleft dhe ju begatoft me të mira.